Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos miratuar listën e kandidatëve që vinë nga lista serbe për deputet të Kuvendit të Shqipërisë është në kundërshtim me të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre, thanë nga ambasada amerikane në Prishtinë. Çdo përpjekje për të shkelur këtë parim, bazë minon partneritetin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, tha për Radion Europa e Lirë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë. Me 31 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, por gjatë mbledhjes, anëtarët e komisionit miratuan listat e kandidatëve të gjitha partive përveç listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që ka mbështetjen e Beogradit. 3 anëtarë të KQZ-s votuan pro, 2 kundër nga lëvizja vetëvendosje dhe anëtarë të tjerë abstenuan. Lista serbe me 2 shkurt është ankuar në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për këtë vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lista serbe apelon vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos ia miratuar listën e kandidatëve. Igor Simic nga ky subjekt tha se vendimi është i paligjshëm, antiserb dhe diskriminues, duke shtuar se pret që PZP-ja të shfuqizojë atë. Ndërka që kryediplomati serb Marko Đurić ka dënuar ashpër vendimin e institucionit kryesor për organizimin e zgjedhjeve në Kosovë. Đurić ka cilësuar këtë vendim si një tjetër sulm serioz ndaj të drejtave të popullit serb në Kosovë. Në vend të tensionimit dhe rikthimit të besimit, ne jemi dëshmitar të hapave të rinj që e thellojnë mosbesimin dhe konfirmojnë se heqja sistematike të drejtës së votës së serbëve mbetet praktik, përjashtim, shkroi Đurić në X. Gjatë mbledhjes, vetë kreu i KQZ-s Kreshnik Radoniqi e cilësoi si të pakuptimt mosmiratimin e përbërjes së listës serbe nga anëtarët e komisionit, duke argumentuar se kishte kaluar afati për ankesa pasi votat, veç se janë rinumëruar dhe sipas ligjeve nuk parashikohen ankesa për një proces të tillë. Vetëvendosja e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që ka fituar zgjedhjet e dhjetorit dhe më herët kishte tentuar që të pengonte listën serbe që të merrte pjesë në zgjedhje, por BSAP vazhdimisht ka refuzuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.